Në këtë maraton të Blue Fest të 31 dhjetorit, me përgjegjësinë e një qyteti me drita, me shpirt, me histori dhe krenari, nga shpirti dhe drita e saj, do të ndaj edhe për mua në studio, por edhe për ju shikues të Blu, në këtë ditë të veçantë të futvitit. Faleminderit zonja Mersini. Faleminderit juve. Ndajmë bashk këtë 31 dhjetor të një viti të rëndësishëm. E nëse rikthehemi vetëm pak në kohë, mirënjohja për këtë vit ku do të jetë, ku do të ndalet? Ky është një vit shumë i rëndësishëm, edhe plot me sfida, edhe pa diskutim me mirënjohje. Edhe mirënjohja i takon qytetarëve vlonjat që më besuan. Nga institucioni i spitalit unë mora mandatin e deputetit fal besimit të tyre, dhe po fal besimit të tyre mora mandatin e kryetares së bashkisë. Mirënjohja është e pafundme për ata. Nëse do të duhej të riktheheshit përsëri në këtë vit, çfarë do të bëni ndryshe? Nëse do të rikthehesha prapë në këtë vit, do të kisha bërë të njëjtat zgjedhje. Do të kisha drejtuar parlamentin shqiptar për dhënë kontributin tim si ligjvënëse dhe po ashtu do të kisha pranuar përsëri këtë sfidë të re në drejtimin e bashkisë. Jemi atmosferë festash, zëmrat ngrohen, kemi dhe arsye të buzëqeshim edhe më shumë. Si përjetoni ju festat në përgjithësi? Është festa më e bukur e vitit. Është festa ku secili kthehet në vatrën familjare, atje ku njeriu gjen ngrohtësinë, ka emocionet, edhe pa diskutim ka periodat e gjata të reflektimit, sepse ditët e pushimeve pa diskutim sjellin dhe reflektimin. Edhe fillon një vit i ri, ku njerëzit në ditët e pushimeve marrin kohë me veten e tyre për të bërë planet për një vit që na presin, ristartojnë energjitë e tyre dhe pa diskutim vizionet për të ardhmen. I vazhdojmë traditës familjare, qëndrojmë në familje edhe në këtë 31 dhjetor? Patjetër. Nuk moderohet. Mendoj që është tradita më e bukur. Është tradita më e bukur që të mblidhen rreth tavolinës dhe ndajmë sfidat e një viti që lëm dhe patjetër që flasim me njëri tjetrin jashtë telefonave, jashtë problemeve të punës, po flasim për ato që na takon neve, pjesëtarëve të familjes, edhe pa diskutim të ardhmes familjes. Keni bërë dhurata apo keni marrë më shumë këtë vit? Jo, nuk e kam gjetur kohën. Nuk e kam gjetur kohën, pres vajzat, në datën 31 ato vinë, udhtojnë drejt Vlorës, edhe pa diskutim që së bashku do gjejmë kohë për të bërë dhuratat njëri tjetrit. Çfarë prisni për 2026? Pres një vit që të jetë i mbushur me energji, me shumë dashuri, edhe me shumë kujdesje për njëri tjetrin. Pres një vit të ri i cili të na vëri përballë sfidave, edhe po përballë sfidave të kemi dhe rezultate. Edhe gjej veten midis këtij ekuilibri, midis sfidave, vështirësive edhe pritshmërisë që do ndryshojnë. Së bashku me suportin, me besimin, me përgjegjësinë që na kanë dhënë njerëzit, do ndryshojnë. Do ndryshojnë që në sezonin turistik të kemi një qytet të përgatitur për sezonin turistik, por mbi të gjitha të na japin mirëqenie për gjithë secilin. Ne duam mirëqenien për njëri tjetrin dhe pastaj kjo mirëqenie ta kthej Vlorën në qytet turistik. Çfarë ju uron Brunës për 2026 dhe pastaj do të kalojmë te urimi për qytetarët? Brunës i uroj që të ketë forcën për të çuar përpara gjërat, këmbguljen për të çuar deri në fund gjërat, dhe pa diskutim durimin për të dëgjuar çdo njeri. Që më ka munguar këto kohë, sepse koha për një muaj që unë jam në atë detyrë ka qenë shumë intensive dhe nuk kam gjetur kohë të takoj qytetarë, sepse shpeshherë edhe më ngel mundja kur kthej një qytetar them kam pa mundur të takoj tani, edhe takoni stafin, edhe më duhet në këtë fillim viti të gjej kohë që jo vetëm të takoj rrugës kur unë ndaloj për të bërë një punë, por të kem kohë edhe brenda bashkisë, brenda institucionit bashkisë bashkë me stafin të gjej kohë për të takuar njerëzit. Unë të falenderoj që ndatë këtë ditë me ne dhe me shikuesit. Ju uroj më të mira për familjen tuaj të vogël, por mbi të gjitha edhe për familjen e madhe që keni marrë në drejtim. Gëzuar për lidhjes së staf, edhe gëzuar gjithë komunitetit vlonjat, kudo që të jenë. Të jetë një vit i mbushur me dashuri familjare, me qetësim për njëri tjetrin, me kujdesin për njëri tjetrin dhe pa diskutim, me begatim. Faleminderit. Miq, ishim me kryetaren e bashkisë, morëm urimin e ngrohtë të 2026 dhe të rikthehemi bashkë me të tjera urime.